Dasmor Durmishi. Jo, veç. Etnik Mustafa. Shefqet Osmani. Shefqet Osmani. Amir Simnica. Agron Canolli. Leutrim Redkocere. Besjan Musmurati. Ilirik Musliu. Yll Muriqi. Konstatojnë se në votim kanë marrë pjesë 37 asamblesë dhe vazhdojmë me numërimin. Për. Okej. Pesh dërgaj. Hajde edhe ne api fillimit. Për. Kundër. Kundër është. Për. Kundër. Për. Vesh ma shpejt lupa. Për. Kundër. Për. Abstenim. Kundër. Për. Abstenim. Atëherë konstatojmë se me 31 vota për, 4 kundër dhe 2 abstinen është zgjedhur kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës Femi Kopina. Bazuar në rezultatet e votimit, konstatoj se kryesuesi i Kuvendit të Kryeqytetit është zgjedhur Femi Kopina me gjithsej kanë votuar 37 prej tyre. Të pavlefshme s'ka, sipas votimit të juaj, Femi Kopinën e kanë votuar 31 kandidat asamblesë, 4 kundër dhe abstenim 2. Faleminderit. Urime.
Urime kryesuesit të sapo zgjedhur, punë të barë në udhëheqjen e asamblesë. Nga ky moment, ju e drejtoni mbledhjen, ju kaloj juve si kryesues. Ju ftoj më arë në foltore. Ju faleminderit. Shqyr. Fillimisht, më lejoni të shpreh urimet më të mira për kryetarin e zgjedhur të kryeqytetit për marrjen e detyrës në mandatin e dytë dhe dëshiroj punë të mbarë në shërbim të qytetit dhe qytetarëve. Po ashtu uroj të gjithë asamblesës të zgjedhur me besimin se së bashku do të punojmë me përgjegjësi dhe bashkëpunim për interesin e qytetarëve tanë. Sot është një ditë me rëndësi e veçantë për mua personalisht, por mbi të gjitha për institucionin që të gjithë ne përfaqësojmë. Pranimi i detyrës së kryesuesit të Kuvendit të Prishtinës është nder i madh, por edhe përgjegjësi e jashtëzakonshme, të cilën e marr me përulësi, me seriozitet dhe me një ndjenjë të thellë detyrimi ndaj besimit që kemi treguar. Faleminderit secilit prej jush për mbështetje dhe besimin. Ky besim nuk është një privilegj i thjeshtë. Është një obligim që të udhëheq me profesionalizëm, transparencë dhe pa anësi, duke garantuar funksionim të drejtë, të hapur dhe efikas të këtij kuvendi. Kuvendi i Komunës është zemra demokratike e qytetit tonë. Është vendi ku marrim vendime që prekin secilin qytetar, secilin lagje, fshat apo vendbanim, në drejtim të zhvillimit të kryeqytetit. Është forumi ku debatojmë, ku pajtohemi e ku ndonjëherë edhe përplasemi në ide, por gjithmonë me respekt, me argument dhe me përgjegjësi. Si kryesues, angazhimi im më i rëndësishëm do të jetë garantimi i një procesi të drejtë për të gjithë, pa dallim bindje politike apo ideologjike. Çdo zë në këtë sallë duhet të dëgjohet dhe çdo propozim duhet të trajtohet me vëmendje që meriton. Bashkëpunimi institucional, koordinimi me ekzekutivin dhe hapja ndaj qytetarëve do të jenë shtyllat e punës ime. Ne jetojmë në një kryeqytet që rritet, zhvillohet dhe përballet me sfida të reja çdo ditë. Prej ne shpritet të udhëheqim me vizion dhe vendosmëri. Prandaj, ju ftoj të gjithëve që pavarësisht dallimeve të gjejmë bashkëpunimin e nevojshëm për projektet madhore të qytetit, si planifikimi urban, mbrojtjen e mjedisit, edukimin, kulturën, infrastrukturën, zhvillimin ekonomik dhe në secilin e jetës së qytetarëve tanë. Prishtina është e të gjithëve. Detyra jonë është ta bëjmë atë më funksionale, më të pastër, më të drejtë, më inovative dhe më të orientuar drejt qytetarit. Ne jemi këtu për të shërbyer qytetarëve dhe vetëm qytetarëve. Në këtë rrugtim do të mbështetem në profesionalizmin tuaj, në eksperiencën tuaj dhe në gatishmërinë tuaj për dialog. Si kryesues, do të garantoj rand të qartë pune, vendimarrje të përgjithshme, transparencë të vazhdueshme dhe respekt të ndërsjellë. Le të punojmë me integritet, me qetësi, me vendosmëri dhe me besim se secili vendim i mirë të marrim këtu. Por kthehet në një ditë më të mirë për qytetarët tanë. Ju faleminderit edhe një herë për besimin. Uroj që puna jonë e përbashkët të jetë shembull i demokracisë lokale, i bashkëpunimit dhe vizionit për një Prishtinë më të zhvilluar dhe më të drejtë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe na prit të mbara në këtë mandat të ri së bashku. Faleminderit shumë.
punime. Ju ftoj ta zini vendin e merituar për 4 vite të ardhme. Të nderuar kolegë, edhe njerë ju falenderoj dhe jam thellësisht mirënjohës për mbështetjen tuaj. Me këtë rast mbylli punimet e kësaj seance, mirupafshim në seancat e radhës. Faleminderit shumë.